Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun e lartësuar dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit, krijesën e tij më të dalluar, Muhammedin a.s. mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm dhe motra të nderuara, vazhdojmë me mexhlisin e tretë nga mexhliset e Ramazanit, ku së bashku e lexojmë dhe shqyrtojmë në libër të Sheikh Ibn Uthayminit rahimahullah, që ka të bëjë me Ramazanin, muajin e bekuar të Ramazanit, mexhliset e Ramazanit. Mexhlisi i tretë thot el mexhlus thalith fi hukmi siyami Ramadan. Thot mexhlisi i tretë ka të bëjë me dispozitën e agjerimit të Ramazanit. Pastaj thot Elhamdulillahi alladhi la mani'a lima wahab wa la mu'ti'a lima salab, ta'atuhu lil amilin afdalu muktasab, wa taqwahu lil muttaqina a'la nasab, wa hayya quluba awliyaihi lil imani wa katab, وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب، فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب، أعرضوا عنه وكفروا به فأصلاهم نارا ذات لهب، أحمده على ما منحنا من فضله ووهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هزم الأحزاب وغلب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أصفاه الله وانتخب، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الفائك في الفضائل والرتب، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان ذي النورين التقي النكي الحسب، وعلى علي صهره وابن عمه في النسب، وعلى بقية أصحابه الذين اكتسبوا في الدين على فخر ومكتسب، وعلى التابعين لهم بإحسان ما أشرك النجم وغرب، وسلم تسليما. Si zakonisht pranë këtë libër edhe librin e kapitullin e tretë apo mexhlisin e tretë, siç e quajnë ai, e fillon me një falënderim elokuent me rim ndaj Allahut të lartësuar, duke i përmendur shumë gjëra dhe mirësi të cilat ai na ka dhënë, dhe me salavat dhe selame mbi pejgamberin alayhi salam dhe mbi shokët e tij, duke i përmendur 4 halifet e drejtë në veçanti për shkak të vlerës së tyre. Thot pra, e falenderojmë Allahun nëse për të cilin nuk ka dikush që mund t'ja ndalë atë që ai e jep, dhe nuk mund të jep askush atë që ai e ndal. Adhurimi i robërve ndaj tij është vepra dhe fitimi më i madh, dhe takvalloku i të devotshmive është vlera më e madhe, i ka përgatitur zemrat e robëve të tij për iman dhe u ka lehtësuar veprat e mira, andaj nuk kanë gjetur në rrugën e shërbimit dhe adhurimit ndaj tij as pak lodhje, dhe u ka caktuar të pafatëve të cilët u larguan nga veprat e mira dhe u futën veprat këqija, u ka caktuar, thot, dënimin e zjarit për shkak se e mohuan atë dhe u larguan nga afërsia me të.
e falenderoj thot për çdo të mirë që na e ka dhënë dhe dëshmoj se nuk ka të adhuruar me merit pos Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguari i tij, të cilin ai e zgjodhi dhe e veçoi. Pastaj thot, dërgoj salavat edhe mbi shokun e tij më të dalluar Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, mbi Omerin, nga i cili ikte shejtani, mbi Uthmanin, pronarin e dy dritave, dhe mbi Aliun, kushëririn e tij, dhe mbi gjithë shokët tjerë të cilët i pasuan rrugën e tyre në mënyrën më të mirë. Pastaj thot, ikhwani, inna siyama Ramadan ahadu arkani l-Islam wa mabanihi l-idham. Qala Allahu Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Pastaj ky dietar thot, vëllezërit e mi, agjerimi i Ramazanit është një nga 5 shtyllat e Islamit dhe nga ndërtesat e tij të fuqishme. Allahu i lartësuar thot, o ju që keni besuar, juve ju është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Ditë të caktuara, andaj kush për jush është i samur ose është në udhëtim, i lejohet që t'i zaventsoj me ditë të tjera. Ndërsa ata të cilët kanë mundësi që ta agjerojnë mirë po nuk mundi për një shkak, thot, ata të cilët nuk kanë mundësi që ta agjerojnë, thot, duhet që të japin kompenzim dhe për çdo ditë të agjerimit ta ushqejnë ndonjë të varfër. Thot, agjerimi është më mirë për ju si kur ta dini, muaji i Ramazanit në të cilin zbriti Kurani, i cili është udhëzim për njerëz dhe sqarim i udhëzimit dhe dallues i të vërtetës nga e kota. Andaj, cili prej jush, thot, e arrin këtë muaj le ta agjeroj, e ai i cili është agjerueshëm apo në udhëtim, i lejohet që mos ta agjeroj, mirë po pastaj duhet që të kompenzoj me ditë të tjera. Me këtë Allahu për ju e dëshiron të lehtën dhe nuk e dëshiron vështirësinë, në mënyrë thot që t'i plotësoni ditët e agjerimit dhe që ta madhëroni Allahun dhe falenderoni për atë se ju ka udhëzuar. El Bekare, ajeti 183 deri 185. Pastaj thot, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bunja l-islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami s-salah, wa ita'i z-zaka, wa hajji l-bayt, wa sawmi Ramadan, muttafaqun alayh, wa li Muslim, wa sawmi Ramadan wa hajji l-bayt. Pastaj thot ky dietar, pejgamberi alayhis salam ka thënë, Islami është ngritur mbi 5 shtylla: shahadeti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, falja e namazit, dhënia e zeqatit, haxhi dhe agjerimi i Ramazanit.
ky hadith është muttefaqun alayhi, apo e transmeton edhe Buhariu edhe Muslimi. Në një transmetim tjetër të Muslimit thot agjërimi Ramazanit dhe haxhi. Pra në një transmetim haxhi përmendet para agjërimit, në një transmetim agjërimi para haxhit. Pastaj thot wa ajma al muslimuna ala faradiyati sawmi Ramadan. Thot të gjithë muslimanët kanë ixhma se agjërimi i Ramazanit është farz. Ixhma'an qat'iyyan ma'luman bid-darurati min din al-Islam. فمن أنكر وجوبه فقد كفر فيستتاب فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين وإنما يحفر له بعيدا في مكان ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. Thot dhe muslimanët kanë ixhma kat'i, ixhma në të cilin nuk ka dyshim se agjërimi është kusht prej kushteve të Islamit dhe është shtyll prej shtyllave të Islamit dhe është obligim. Kush e mohon se agjërimi thot është obligim, del prej feje. Dhe në shtet Islam apo aty ku ka ligje islamike thot njeriu i tillë duhet që të sqarohet e vërteta dhe të lypet prej tij pendesa. Përndryshe ai thot do bën kufër dhe del prej feje, për shkak se agjërimin të gjithë muslimanët e dinë se është obligim. Është diçka thot malumun min ad-dini bid-darura, diçka që dihet në fe patjetërsisht. Vetëm ndonjë musliman që është fillestar mund të mos ta di, apo ndonjë musliman që ka jetuar shumë larg dhe në mesin e jo muslimanëve dhe nuk i ka ardhur lajmi për agjërimin. Përndryshe thot të gjithë muslimanët e dinë dhe kanë ixhma se agjërimi është obligim dhe se është shtyll prej shtyllave të Islamit, kush e mohon atë del prej feje. Pastaj thot furida siyamu Ramadan fi sanati thaniyati min al-hijra. Fesam Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Thot agjërimi Ramazanit është bërë farz në vitin e dytë pas hijretit. Dhe pejgamberi alayhis salam ka agjëruar 9 Ramazane. Pejgamberi alayhis salam ka agjëruar 9 Ramazane. Wa kana fardu siyami ala marhalatayn. Thot dhe agjërimi i Ramazanit apo obligueshmëria e agjërimit ka qenë në dy faza. Al-marhalatu al-ula at-takhir bayna as-siyam wal-it'am ma tafdil as-siyam alayhi. Thot në fazën e parë të agjërimit Allahu i ka lënë të lirë që muslimanët të zgjedhin ose të agjërojnë ose në vend të agjërimit të ushqejnë disa, po të ushqejnë për çdo ditë të varfër. Në fillim pra fazën e parë, Allahu ju ka dhënë zgjidhje, ose agjëro, ose nëse ke mundësi të agjërojsh dhe nuk agjëron, atëherë duhet që të ushqesh të varfër. Pastaj thot el-merhalatu thania, faza e dytë, ta'inu siyam biduni takhir. Thot në fazën e dytë Allahu krejt dhe ka bë obligim agjërimin dhe nuk i ka lënë të lirë që të zgjedhin mes agjërimit
dhe ushqimit të varfërve. Thot, ففي الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي يعني فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها يعني بها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Në dy sahihet përmendet hadithi nga Seleme ibn al-Akwa radiallahu anhu, i cili ka thënë kur zbriti ajeti wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kur zbriti ajeti ata të cilët kanë mundësi që të agjërojnë, mirë po nuk dëshirojnë që të agjërojnë, duhet që t'ju ushqejnë të varfrit për çdo ditë të Ramazanit. Thot në fillim ishte kështu. Ai i cili dëshironte që mos të agjëroj, e ushqente një të varfër atë ditë. Mirë po thot, kur zbriti ajeti tjetër, femen shahida minkum ash-shahra falyasum, kur zbriti ajeti tjetër, ai i cili është prezent në këtë muaj, patjetër duhet të agjëroj, thot, ky ajet e abrogoi ajetin më herët dhe u bëri obligim të gjithë besimtarëve agjërimin pas zgjedhje. Pra, faza e dytë e obligimit është mbi të gjithë besimtarët pas zgjedhje. Çdo kush që arrin dhe është ka fuqi të agjërojë, duhet të agjërojë. Pastaj ky dietar thot: "Wala yajibu as-sawmu hatta yathbuta dukhul ash-shahr." فلا يصوم قبل دخول الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. رواه البخاري. ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين. Thot pastaj ky dietar, nuk bëhet obligim agjërimi i muajit të Ramazanit derisa të vërtetohet se ka hyrë ky muaj, derisa të vërtetohemi se ka hyrë ky muaj. Për shkak se pejgamberi alayhis salam ka thënë, asnjëri prej jush mos të agjëroj një ose 2 ditë para Ramazanit. Pra nuk guxojmë që të agjërojmë një ose 2 ditë para Ramazanit dhe pastaj duhet të vërtetohemi se ka hyrë ky muaj dhe atëherë na bëhet obligim agjërimi i tij. Ndërsa vërtetimi i hyrjes së muajit të Ramazanit thot bëhet me 2 gjëra. Al-awwal ru'yatu hilalihi liqawlihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wa qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha ra'aytumul hilala fasumu. Muttafaqun alayh. Thot mënyra e parë e vërtetimit se ka hyrë ky muaj është që ta shohim hënën e fillimit të muajit. Që ta shohim hënën në fillim të muajit. Dhe me këtë e vërtetojmë se ka hyrë ky muaj. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, thot kur ta shihni hënën e re, atëherë thot agjëroni. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Pastaj thot ky dietar, wala yushtaratu an yarahu kullu wahidin bi nafsihi bal idha ra'ahu man yathbutu bi shahadatihi duhul ash-shahri wajaba as-sawmu 'ala al-jami'. Thot nuk është kusht që secili besimtar
ta shoh hënën e re me sytë e tij. Nëse e sheh dikush dëshmia e të cilit pranohet hënën e re, me këtë vërtetohet se ka filluar muaji dhe muslimanët obligohen që të agjerojnë. Dhe kuptohet në shtetet e muslimanëve, ata kanë njerëz specializuar tash, të cilët merren me shikimin e hënës, siç është në Arabinë Saudite, dhe kur e shohin apo e sheh dikush i besueshëm, fillohet me agjerimin e këtij muaji. Pastaj thot, wa yushtaratu li qabuli shahadati bi ru'yati an yakuna ash-shahidu baligan aqilan musliman mawthukan bi khabarihi li amanatihi wa basarihi. Thot, dhe kushtëzohet ai të cilit i pranohet dëshmia se ka pa hënën e re, që të jetë i moshritur në bylyk, të jetë i mençur, të jetë musliman, të cilit i besohet lajmi, për shkak se është i besueshëm dhe sheh, do të jetë kushtëzohet që të shohë, do më thonë, mos të jetë do më thonë që nuk sheh. فأما الصغير فلا يثبت الشهر بشهادة لأنه لا يوثق به أولى منه المجنون. Thot, fëmijët të vogël që nuk është rritur, që nuk ka hyrë mbylyk, thot, nuk i pranohet dëshmia se ka pa hënën, sepse nuk mund të mbështetemi të dëshmia e tij, sepse ende është i vogël, po ashtu edhe atij që është me gjnun, i thonë gjohë në raba, ati i cili nuk është i mençur, apo ati i cili është i çmendur. Wal kafiru thot, la yuthbetu ash-shahru bi shahadatihi. Aidan, thot, po ashtu edhe prej kafirit nuk e pranojmë dëshminë se ka pa hënën, dhe nuk fillon agjerimi Ramazanit për shkak se një qafir e ka pa hënën, për shkak se ai nuk është pjesëtar i fesë tonë dhe nuk e ka atë madhështinë e fesë tonë në zemrën e tij siç e kanë muslimanët. Transmetohet thot nga Ibn Abasi radiallahu anhuma se ka thënë: Ja'a Arabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inni ra'aytu al-hilala yani Ramadan. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. أخرجه السبعة إلى أحمد. Transmetohet nga Ibn Abasi radiallahu anhuma, i cili thot, erdh një beduin tek pejgamberi alayhis salam dhe i tha, e kam parë hënën e re, do me thonë të Ramazanit. Atëherë pejgamberi alayhis salam e pyeti, a dëshmon se nuk ka të adhuruar me merit pës Allahut? Tha po. A dëshmon se unë jam i dërguari i Allahut? Tha po. Atëherë pejgamberi alayhis salam tha, o Bilal, ngritu dhe thuaj njerëzve që të agjerojnë nesër. Akhrajahu as-sab'atu illa Ahmed. Këtë hadith thot e transmetojnë të gjithë 7 sheh muhadithëve përveç Imam Ahmedit. Pastaj thot, wa man la yuthaku bi khabarihi bi kawni ma'rufan bil kadhib aw bit tasarru aw kana da'if al basar bihaythu la yumkinu an yarahu فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه ويثبت دخول الشهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد لقول ابن عمر رضي الله عنهما تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه.
Rawahu Abu Daud wal Hakim wa qala ala sharti Muslim. Thot, ai lajmi të cilit nuk është i besueshëm, për shkak se ai është i njohur si gënjeshtar, ose si njeri që shpejton, ose e ka shikimin e dobët, sa që nuk ka mundësi që ta shoh hënën e re, thot nuk pranohet dëshmia e tyre për shkak se dyshojmë në saktësinë e tij apo në vërtetësinë e tij, ose më shumë besojmë se ai mund të jetë gënjeshtar. Thot dhe pranohet dëshmia e vetëm një besimtari në lidhje me hyrjen e muajit të Ramazanit. Ibn Omeri radiallahu anhu ma ka thonë, disa njerëz u munduan që ta shohin hënën e re të Ramazanit dhe unë e pash dhe i tregova pejgamberit alayhis salam dhe ai pastaj i urdhëroi njerëzit që ta agjërojnë. E transmeton Ebu Davudi dhe Hakimi, i cili thotë është sipas kushteve të Muslimit. Pastaj thot, wa man ra'ahu mutayakkinan ru'yatahu wajaba alayhi ikhbaru walati al-umuri bidhalik. Wa kadhalika man ra'a hilal Shawwal wa Dhul Hijja لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة الأمور فإنه يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع. Thot dhe ai, nëse është pra vend islam, ai i cili sheh hënën e re, thot duhet që ti informoj ata të cilët janë përgjegjës për këtë çështje aq sa ka mundësi. Thot se pashtu edhe ai i cili e sheh hënën e re të përfundimit Ramazanit obligohet që të informoj ata të cilët janë përgjegjës për shkak se me këtë ndërlidhet adhurimi i muslimanëve. وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه في رمضان أو غيره لأنه إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها. Thot pashtu, nëse në një vend islam udhëheqësia lajmëron se nesër është Ramazan, thot duhet që të veprojmë sipas kësaj, sepse ata janë përgjegjës për këtë çështje dhe nëse kanë vërtetuar se ka hyrë muaji Ramazanit, thot të gjithë muslimanët duhet që t'i përgjigjen kësaj thirrje dhe të agjërojnë. Thot lidhalike emra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Bilalan an yu'adhdhina fi an-nas mu'linan thubut ash-shahr liyasumu hina thabata 'indahu dukhuluhu wa ja'ala dhalika li'lam mulziman lahum bis-siyam. Thot për këtë shkak pejgamberi alayhis salam kur u vërtetua se dikush e ka pa hënën e re të Ramazanit, e urdhëroi Bilalin radiallahu anhu që t'i informoj njerëzit se nesër është Ramazan dhe duhet që të agjërojnë. Dhe ky lajmërim i Bilalit ndaj njerëzve ishte i obligueshëm mbi ata, dhe ata u obliguan që të agjërojnë. Ngjajshëm thot në një vend islam nëse përgjegjësit i lajmërojnë njerëzit se nesër është Ramazan, ata duhet të agjërojnë.
Pastaj thot ky dietar El-Amr Thani, thot mimma yuhkamu fihi biduhuli shahri ikmalu shahri sabik. Thot e para ishte pra me të cilën gjykojmë se ka hyrë Ramazani, ishte që ta shohim hënën e re të Ramazanit. E dyta thot është nëse nuk e shohim hënën e re të Ramazanit, atëherë gjykojmë se ka hyrë Ramazani duke e plotësuar muajin paraprak. Pra e plotësojmë muajin paraprak 30 ditë, sepse muajt hënori kanë ka 30 ditë, 29 ose 30, ne e plotësojmë me 30 dhe pastaj themi se është Ramazan dhe agjerojmë. Thot Pejgamberi alayhis salam ka thënë sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumi alaykum ash-shahra fa'uddu 30. Rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari bilafz fa in gubbi alaykum fa akmilu iddat ash-Sha'ban 30. Transmeton Muslimi dhe në transmetim tjetër Buhariu se Pejgamberi alayhis salam ka thënë nëse nuk mund ta shihni për shkak të rreve apo për një arsye tjetër, thot plotësojeni muajin para Ramazanit 30 ditë. Se në ditën e 29 ato mundohen që ta shohin. Nëse nuk mund ta shohin, atëherë të nesërmen e konsiderojnë si ditë 30 e muajit paraprak. Dhe pastaj pas nesër e konsiderojnë si dita e parë e Ramazanit. Sepse Pejgamberi alayhis salam ka thënë nëse nuk mund ta shihni, atëherë plotësojeni muajin 30 ditë. Pastaj thot o bihadhi le hadith تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما ولا يصام يوم 30 منه سواء كانت الليلة الصح أو أم غيما لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. Thot me këto hadithe në u bëhe qartë se nuk agjërohet Ramazani pa e parë hënën, dhe nëse nuk e shohim hënën, atër duhet që ta plotësojmë 30 ditë. Për shkak thot se kështu na ka mësuar Pejgamberi alayhis salam. Dhe kjo pra praktikohet në Arabinë Saudite, ato mundohen që ta shohin. Nëse nuk e shohin, e plotësojnë 30 ditë. Në vendet tjera ku ka musliman, përgjegjësit musliman të atij vendi mundohen që ta vërtetojnë hyrjen e muajit Ramazanit, siç tha dhe ky dietar më herët, nëse përgjegjësit musliman të atij vendi thonë se nesër është Ramazan, dhe kanë vërtetuar në ndonjë mënyrë, atëherë muslimanët duhet të agjërojnë bashkë me muslimanët e atij vendi, në mënyrë që mos të ketë përçarje në fillimin e Ramazanit dhe në bajramin e muslimanëve. Pastaj në fund të këtij mezhlisi ky dietar thot: Allahumma waffiqna littiba'il huda وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء واجعل شهرنا هذا لنا شهر خير وبركة
وأعنا فيه على طاعتك وجنبنا طرق معصيتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Pastaj ky dietar në fund si zakonisht e bën një dua dhe thot Allahu na jep sukses që ta pasojmë udhëzimin tënd, na largo nga shkaqet e shkatrimit dhe dështimit, bëje këtë muaj për neve muaj të hajrit dhe të bereqetit, na ndihmo në të që të bëjmë veprat mira dhe të largohemi nga mëkatet dhe na fal, pra ky dietar thot dhe na fal neve, prindërve tanë dhe muslimanëve me mëshirën tënde o më i mëshirshëm i mëshirues. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin.